tjetër kur ju ngritët në këmbë dikë, sepse besoj se ky është i pari. Ai erdhi te ju sepse ju ngritët në këmbë njerëz të tjerë. Çfarë Atëherë, okay, dakor. Le ta tregojmë pak më ndryshe. Neuroradiologjia ndërhyrëse ka dy degë. Dega vaskulare dhe dega vertebrale. Dega vaskulare ka të bëjë me kurimin e një pjese të patologjive cerebrale, pra siç përmendëm më parë, probleme vaskulare që mund të jenë aneurizma, pra çarje të enëve të gjakut apo mbyllje të enëve të gjakut, që ka nevojë për tu hapur nëse janë mbyllur apo për tu mbyllur nëse janë të çarë. Pjesa tjetër pastaj që ka të bëjë me ndërhyrjet spinale, pra vertebrale, është një botë akoma më e komplikuar sepse numri i patologjive është shumë i larmishëm. Përmenda që parë fraktura vertebrale dhe në raste të tilla ajo që mund të bëjmë për të shëruar pacientin është ose rindërtimi i vertebrës me injeksion cementoje kalciumi, ose vendosja brenda vertebrës të protezave të vogla që janë të vogla por brenda mund të zgjerohen aq sa të japin stabilitet vertebrës. Në raste të tjera kur bëhet fjalë për tumore vertebrale, ajo që mund të bëjmë nëpërmjet sondave të vogla, ta djegim tumorin, kavitetin, zgavra që krijohet nga djegja e tumorit pastaj mbushet sërish me çemento për të dhënë stabilitet vertebrës. Kohët e fundit ka mundësi të tjera përveç djegjes, të themi me të nxehtë, është ngrirja e tumorit, edhe në atë rast mund të krijohet një kavitet që sërish mbushet me çemento ose me rryma të tjera elektrike, që kanë për qëllim në të gjitha rastet, të gjitha këto lloje teknikash të reja kanë për qëllim eliminimin e tumorit në lokal pa përdorur çari. Pa çarë. Të tjera shembuj të patologjive, të smundjeve që mund të kurohen në këtë mënyrë janë hernie diskale. Kur flasim për hernie diskale, për hernie diskale janë jashtëzakonisht të shpeshta, në shumicën absolute të rasteve nuk janë sëmundje, por janë faktor rreziku për të dhënë një lloj dhimbje të caktuar. Në rast se hernia të jep një dhimbje të caktuar, nëpërmjet sondave të vogla ose lazer, ose nëpërmjet injeksionit brenda hernies të përzierjeve gazore që është oksigjen dhe ozoni, ose nëpërmjet injeksionit të medikamenteve të tjera, ose substancave të tjera që janë në gjendje të modifikojnë, të alterojnë, të reduktojnë hernien, mund të zgjidhet problemi gjithmonë pa çarë. Pa çarë, domethënë nuk ka nevojë për kirurgji, hernia zgjidhet në këtë mënyrë. Shpreha juaj është e bukur, por është e thjeshtë. E di, po unë shumë thjeshtë është, aq mundë. E vërtet, jo, por unë admiroj prezencën tuaj televizive dhe mënyrën e komunikimit, por është e rëndësishme në këtë moment për ne të dy që mos japim mesazhe të gabuara, sepse bota është plot me të smur. Nuk do flas fare atëherë, vetëm do mesazh. Jo, ju lutem, unë kam nevojë që të flisim sepse kam nevojë për pyetjet e duhura, por desha t'ju thoja këtë që duke pasur parasysh se personat që mund të na dëgjojnë kanë probleme, është e rëndësishme që mos krijohen shpresa të tepërta. Kjo në një komunikim televiziv është e pashmangshme, por le të jemi sa më të saktë jetë e mundur pa zbritur në teknicizëm. E kuptoj. Tjetër përveç hernies, ku është e mundur ndërhyrja e tillë? Një tjetër sektor që ka shumë nga pikpamja e numrave të popullsisë ka shumë përhapje, është themi dhimbja e shpinës apo dhimbja e qafës cervikale për arsye artroze. Herët apo vonë të gjithë ne, ose të paktën ata që do të kenë fatin të kalojnë një farë moshe, do të vuajnë nga artroza. Artroza është një situatë që teknikisht themi nuk është asnjë smundje, por është çmimi që ne paguajmë për të arritur për të plakur. Vetëm se çmimi që paguajmë për të plakur ka edhe një çmim tjetër paralel që është dhimbja. Pra në raste të tilla pa qenë të smur nga një hernie, pa qenë të smur nga një tumor, pa pasur thyerje ose fraktura vertebrale, personat vuajnë nga dhimbja, sepse artroza është
generator i dhimbjes. Dhe në situata të tilla mund të neurobiologjia ndërhyrëse vertebrale ka në arsenalin e vet disa armë që mund të shërbejnë për të lehtësuar dhimbjen apo edhe për ta zgjidhur përfundimisht. Për shembull, përveç injeksioneve të thjeshta që bëhen gjithmonë me një guid me aparaturë me RZX, mund të përdoren edhe sonda që kanë atë majën e ngrirë, përdoren temperaturë deri në -60 gradë për të ngrirë ato nervat e vogla që mbështjellin artikulacionet në mënyrë që dhimbja mos të transmetohen në drejt qendrës drejt trurit. Pra, personi nuk ndjen dhimbje. Një mekanizëm i ngjashëm përveç sondave me ngrirje që quhet krioablacion, pra krio me të ftohtë, është edhe ablacioni me temperatura të larta, që është e kundërta, mekanizëm i kundërt nga pikpamja termike, por gjithmonë ka si qëllim neutralizimin e terminacioneve nervore që mbështjellin këto artikulacione të dhimbshme. Nuk e dia u shpjegova. Shumë. Madje unë tani po rendis një listë të sëmundjesh që të pyes për të gjitha nga ato që dëgjoj shpesh se jam e rrethuar nga njerëz që ankohen që kanë probleme dhe kur ju dëgjoj ndjem e kënaqur që në fund të fundit shkenca e ecën edhe flet edhe shqip. Kjo është e rëndësishme. Po, sigurisht. Sigurisht. Ju keni studiuar në Itali gjithë kohës apo në Shqipëri një pjesë dhe pastaj vazhduat atje? Atëherë, le të nisemi nga Bryni. Unë kam bërë shkollën e mesme në gjimnazin Smej Qemali dhe më falni, por është një zonë ku ka lëvizje për moment. Në 1994 dhe më vonë u regjistrova për 2 vjet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Ishte viti 1996, nuk ishte periudha shumë e volitshme në atë periudhë kohë, dhe unë vendosa që të zhvendosesha në Bologna, ku rifillova nga e para studim. Pra, teknikisht të gjithë atë udhëtimin tim universitar unë e kam kryer në Tiranë, por në Bologna, por rrënja e mjekësisë është në Tiranë edhe unë këtë e kam jam krenar për të. Për rrënjët? Për rrënjët janë të rëndësishme.